Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Erlen Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Kam një emision shumë të veçantë sot. E nis me disa vargje që jo vetëm unë, por besoj çdo shqiptar që i ka dëgjuar, do thënë është lumturuar. Se shekujt ikin e vinë, e njëjtë mbetet i taka. A dheu kur ndodhet larg, si gjaku të jetë plaga. Ju lutem regjia, e ky është autori i kësaj këngë, këngëtari i kësaj këngë, Axhi Dauti, që në vitin 1995 kur këndoi 3? Itaka ishte 94. Jo, Itaka ishte 94, po pra kjo vargje, se ky është albumi tjetër, Largu Largova, mrekulloi të gjithë ata që dëgjuan, befasoi jo vetëm zëri i ëmbël, por edhe një lloj lidhje natyrale me tekstin dhe befasia e stilit e natyrës këngës. Axhi Dauti u bë një lloj hiti, kënga e tij u bë një lloj hiti për emigrantët. Dhe kënga e tij ishte u shndruar në një lloj himni të pashpall, pa zyrtarizuar. Që nga ajo kohë ka kaluar shumë kohë, po brezi im këtë këngë donte shumë dhe mjaftoi shumë pak këngë në festivale, 2-3 vjet pjesëmarrje dhe ka shënuar dhe ka shkruar historinë. Kam kënaqësinë që Axhi Dautin, të ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta kem në studio këtu në Dekalog në Dritare TV. Mjeshtër, të falenderoj shumë që të kam në emision. Shumë nderuar. Jam tepër i nderuar dhe i privilegjiert që jam pjesë e emisionit tuaj dhe faleminderit shumë për respektin. Qofshi të nderuar. Na ish kuriozitetor, çfarë ndodhi? Ku ishe ti dhe si fillove ti të këndoje për festival? Se e lehtë nuk ishte që kishe një këngë në festivalin e radio televizionit shqiptar, pavarësisht se Shqipëria po kalon dhe ca tallaze në atë kohë. Po unë në atë kohë përfaqësoj një Këshillin Shqiptar Amerikan. Edhe një ditë më merr Art Leolini, tha Axhi, kam një grup televizionit të TVSH-s, dëshirojnë të bëjnë dokumentar në diaspor. E tha dëshiroj ti përkrahësh, ti ftosh. Kancelari i kishës ortodokse në Boston. Po. Ose Pas 2 dita do të marrë një djalë i ri në telefon, edhe ashtu që djalin e ri është këtu Arben Tafili, para 30 sa vite u bon, në të ishin. Edhe më mori telefon, tha jam i televizionit shqiptar, dëshirojmë të bëjmë dokumentar me diasporën, dhe ka qenë grupi i parë televiziv që ka ardhur në diasporit të vëshës në Amerikë. Edhe unë me shoqatën i ftuam, borën për komunitetin në Boston, shkuam në Connecticut, në Connecticut. Po, Connecticut. Se ju shqiptarët e vjetër, po themi quajnë Connecticut. Po, ashtu Connecticut quhet, po sido që të edhe Connecticut. Edhe në New York, edhe në New Jersey, kështu gjithë komunitet shqiptar, dhe përpiluan një film dokumentar shumë të bukur në atë kohë. Për diasporën? Për diasporën. Do me thënë edhe ato nuk ishin shumë të njoftuar, dhe duke shkuar rrugës, une ishe moshës 31 vit atëherë, mirëshe me muzikë, edhe e dëgjuan këngët e mia, dhe më thanë që të marrë pjesë në festival, ishte nderi tyre, respekti tyre. Unë nuk e besonje të thëshe drejt, derisa Beni e ka detyruar Xhani Cikon me shkrim të mëftoj, për shkak se unë... Si ishte kjo, ma të regodhe njërë? Arben Tafili organizoi me grupin televizion, në ndihmuar. Jo, dhe i shkruajti? Jo, dhe këngën e dërgova, unë po e pranuan këngën. Si të pranuan këngën? Si ishe ke letë? Jo, dërgova dhe komisioni, do me thënë që ishte i përbërda i nderuar i Xhani Ciko, ato edhe ja pranuan këngën. E pranuan? Po. Së thanë një ore që ke këtë këngë... Jo. Farë, direkt e pranuan? Me këngë Largu Largova, ka qenë këngë e parë. Po, këngë e parë, Largu Largova që ishte dhe... Ato e pranuan, edhe pëse Arbeni mbori telefon, Axhi në këtë datë duhet vish, edhe unë si pas në Ameriko e dijem, dhe të qore, a mundet me shkrim të mëftojnë? Edhe me shkrim, e kam edhe atë shkrim, do me të... E ke dhe? Asaj, bukur që ke. Do më dërgosh në privat, fotografohet dhe më manise, që e kam ftesën që do me thënë je i pranuar në festival të marrësh pjesë. Po? Erdha, unë kam pasur dëshirë në vitet 76 të marrë pjesë në akordet e Kosovës, se neve të shqiptarët të ish Jugoslavisë e kishim Prishtinën atë kohë, se Shqipëria ishte e mbyllur. Veçëm që ndëgjojmë në për radio... Ku ke ardhur për e parë në Shqipëri? 93. Për festivalin? Po, Do tjerë dhe për e parë vetëm për festivalin? Po, tashi
Jo, kishe kontakt me Shqipërinë se me anë të Këshillit Shqiptar Amerikan në vitin 92 kemi sjell Jo, vetë ti. Po, 93. Tani kur zbritën rinë ashtu dhe tani ti pritshmëria ishte jashtëzakonshme, se tani atë Shqipëria është në namë. Po dëgjoj. Sido që ti ishte një gjë e bukur se ndihesh në shtëpi. Kur më rriva në Tiranë, domethënë nuk ishte ky aeroport që është tani, kupton, se rinia nuk e di s'ka gjë. Zhgënjeve? Una jo, si jo të zhgënjem. Unë në Rogoze kam rritur, për mua ishte njësoj, ishte gjë e bukur, dhe veç më habitën shumë këto bunkerët, po, ato më habitën. Bunkerët, e? Bunkerët, kishte shumë, kjame. Kishte shumë bunkerë. Pyete thë që janë bërë këta? Jo, e dinja. E dinja se u rritan komunizëm, linda. Jo, dhe ti edhe Maqedonia... Po, të Jugoslavia... Po, Jugoslavia... Po, sa bunkerë kishim ne, s'kishit ju? Jo, s'kishte nevoj, se ato Jugoslavia ishte forse madhe dhe e kishin Rusin ato, Shqipëria s'kishte. Dhe bunkerët kanë bërë më shumë për Shqipëria? Po, se s'kishe parë dhe një atë shumë. Këpegjën e parë, Skënderbeu? Jo, kur zbita, në aeroport zbita. Edhe shiv një për ato, shiv një ato të Rushit, ato me shgleba që kishte vorë ato që mba një Rushin pe betoni. Po, ato që qërë, do dhënë... Që mba një Rushin ato... Po, edhe këshin një... Po, e di për që ka ishte? E di. Për që ishte? Për ato parashutësit kur të bide... Ua, sa e bukur kjo, do dhënë... Vreshat në Rush, kishin shtylla betoni, dhe në maj kishin një shigjet. Po, shigjet. Maj shigjete. Dhe ato ishin bëri që kur ti idheshin nga parashuta armiku, do të vritej ati. Sa e bukur kjo. Ajo të përri për Shqipëria? Ajo më bori. Sa e bukur kjo. Mi po tjetë, jo, më pritën edhe ta Beni, Indjeri Paulin Shkezi, më pritën në aeroport, edhe kalova bukur në festival, pasaj njoftova ato këngëtarët e partë në atë kohë si Aleksandri. Unë ndjeve mirë, të pritën ngrotë. Më pritën ngrotë, edhe kur u të roqë numrat se kush do të këndoj pari dyti, mua më ra e dreta natë e parë, këngë e parë. Se ki qenë natë e parë, këngë e parë? Këngë e parë. Wow, 93-shin? 93-shin. Festivali 33? Po, edhe ishte interesant për shkak se kur dola unë në skenë, edhe e këndova, edhe sa ika nuk i ranë duarve shumë, edhe thash ma pëlqyen këngën, edhe ika. Edhe thash, s'doli mirë. Po? Mirë po, kur u zgjova në mëngjes, ramet pas të Indjeri babe Beni, tha, o, a gjingreu, tha, se kënë gazet, tha, televizori, tha, veqëm këngën tënde, lishog largova, dhe ashu pasaj kur ditën tjetër, atë të gjithë me një fjellë. U futë në natën finale? Jo, u futa, pse kënga u bo, ato këngëtarë që ishin natën e dytë, filluan të kritikojnë televizorin, për shkak se ato tanë ditës e lishojnë këngën largova. Lëshojnë ju shqiptarët e strukës e keni këshu e transmitoni? Po transmitojnë dhe, transmitojnë, falë, transmitojnë. Jo, lëshoj, po bukur është. Mua më pëlqeu. 28 vjetë jetojnë në Amerikë. 28 vjetë? Po lëshoj, mua më pëlqeu, është bukur. Po e transmitojnë në tanë ditën edhe këshu që do më thënë në atë, do më thënë që bora i përmendur këshu nga publiku ishte largova. Do të apërzim tani me fotografi dhe kjo dhe të shumë bukur. Fotot në LED World, lutem, regjia? Do më kjo është moment, kjo është albumi jytë. Po, Largova, edhe kjo është në skenën e festivalit. Kjo është skenën e festivalit. Kush e prezenton në festivalin të tjere? Në këtë kohë ka qenë... Ndryqim Gjepa? Po. Gjeda? Brasi. Me bëkshu... Ishte një vajzere, edhe Silvana Brace. Silvana Brace? Po. Dhe tha në të tre komponentët tha... Ndryqim Gjepa e ka emrin Agji Dauti. Pra, teksti, muzika dhe këngëtari. Që si e majmën. Dhe të prezentoj Ndryqim Gjepa është nderi shumë bukur të gjithi, po. Nderi mafë. Dhe pas ka pas fat. Foto tjetër që të bëj disa pyetje që lidhen me... Gazeta Republika. Agji Dauti përsërime... Kjo është në fakt e këngës dytë. Foto tjetër do kthehemi sërish këtu, se kjo është... Tani këtu ti je me... Redon Makashi. Këto janë në vitin 95 me këngën Më fletër ndafilisht. Edhe kjo është kur e mbaruam natën e parë, është Redoni, e djemt e grupit të Redonit në atë. Djemt e detit, apo? Jo, janë grupa e Redonit, po. Mandej Manjollën e mbajme, Aure Lagace. Këtë nuk e njofë. Të donin shumë? Shumë edhe unë i dua. Po, më dojnë për shkak se, ku e di unë, po. Që Shqipëria ishe, e kuptoj që ishin të varfër?
Po, në gjohë, neve shqiptarë gjithë jemi të varë, ta është qartë i bërë. Tani ti që në Ameriku, je i varfër tani, leri këto tani. Po, i të lutem tani. Po, je i varfër në shpirt se ke lindur i varfër, edhe shë disa pare të keq për sëri i varfër jetë. Sa bukur efekte. Po, është gjë normale. Unë të gasmova në qik, po, do të ti paska ardhë me i malë, aqë të mafë. Gjë normale. Po, foto tjetër? Së falem deri, po ku keni gjetë këtë? Po, tani punojmë. Shumë bukur. Tani do kalojmë, se ndoshta edhe pak më pas ato, te aktiviteti juaj që nisë në Strug. Faleminderit. Tani, çfarë shkolle keni bërë ju atje? Po kjo është në klasën e 6 është kjo, fillore, përse në këtë anë është zotin e Gjati Ndjeri dhe mandej Udi Sheu e kam pasur kujdestar klase dhe shokët e minj. Tani ku je ti aty prit? Ku jam unë? Ti je? Lartë jam këtu, pete në fund këtu jo i pari, dyti i treti aty. E i treti, e kuptoj. Po, klasën 6 jeni këtu? Po, klasën 6. Mos jeni më të mëdhej, më duhet. Jo, besoj 6 e 7 mundet aty, po, që klasën e 8 s'kam. Në shkollë elementare. Po, fillore është 5-4, që këto se di si që e. Po, dhe në Strug. Po, edhe pari, dyti, treti, katërti është bashkim Zendeli. Zendeli. A bashkimi ka qenë gitarist. Edhe kemi filluar së bashku. Po, këtu ishe shkollë muzike, po shkollë? Jo, shkollë. Po, ku e mësot gitarën? Po, unë në 72 me nënën edhe babën kemi shkuar, se vllane kam pasur në Amerikë, edhe për vizit kemi qenë një 6 javë në Amerikë. Po? Edhe në atë kohë kisha qef muzikën unë, se ishte një këngëtar atje në Strug Vedat Bojku, edhe ajo më frymëzoi, di qa prapa, unë i vogël. Kujtësh sa kam qenë 5-6 vjet, ai mirë edhe këndote, ka qenë këngëtari i parë shqiptar në muzikën e lehtë në Strug. Edhe fillova të këndoj, edhe mandej kur shkova në Amerikë, vëllai më bleu një gitarë, edhe kur erdha në Strug, pastaj fillova të mësoj, shkova në orkestrën e Zondi Kaimi. Po ku mësove, kush mësoi gitarën? Po, bashkimi e kishte vëllane ty të Ndjeri Numit Zendeli, ajo ishte gitaristi i fort. Edhe ajo mësonte bashkimit këto notat, bashkimi mësonte mua, edhe këndojmë bashkë. Edhe pastaj shkova, mora pjesë me bashkimin, ishim në orkestrën e shkollës të 8 vjeçares, të Zotin Kaimi, mësuam edhe atje. Okej, foto tjetër? Edhe aty do ishte mësues ka Arzije. Kjo e para? Arzija Zhuta, po. Shumë mirë, shumë mirë. Tani, këtu, në cilin viti e këtu me... Jo, kjo ka qenë në 83-shin. Në 83-shin. Kjo është ajo që ti sa ke ardhur. Po. Redon Makashi dhe... Edhe Alqi, Ndjeri Alqi Boshnjaku. Alqi Boshnjaku, që ishte shefi i teksteve, po themi. Po, mirë po mua më donte shumë edhe... Këtu e të Pallati Kongreseve? Po. Këtu e Pallati Kongreseve. Kjo ka qenë gjatë provave. Tani, bënit prova, sa ditë bët prova ju kur erdhët nga Amerika? Ja, një ditë më duke, një ditë e dy kështu. Nuk e bërë shumë. Po. Dhe si ishte atmosfera, se Shqipëria ishte e çuditshme në 83? Jo, po e bukur, Pallati Kongreseve ishte gjë, po, patjetër ishte gjë profesionale, ishte shumë e bukur, po. Të pëlqeu, ë? Po. Më thuaj diçka për Alqi Boshnjakun, se ai nuk ishte më, po ka lënë gjurmë. Po, Alqi ishte një person, individ shumë njeriu i mirë, Eja kam një këngë ajo që e kam komponoj në festival, kështu në repertoarin tim e kam, edhe gjithë një më thështë, dhe më thënë, o Agji, këto janë gjithë kompozitor, janë njerëz me shkollë, po muzika jote, thënë, a këput i fjesht, dhe më thënë, të vlerësonte shumë, edhe pasaj kur pas 95-ës, tha o Agji, tha, deri këtu më, edhe kaq, dhe s'pranuan. Po pse? Po, ta thash dhe do me thënë se unë isha ndoshta si këngëtar pa shkollë, do me thënë i rrugë, kështu këngëtar, kurse muzikant. Këto janë kompozitor, do me thënë kompozitor që ishin në ato, Kaçinari, Shpëtimi, këto. Ti këngëtar pa shkollë, pa ato këngët e tua, kompozimet e tua, dhe zëri yt ishte jashtëzakonshëm. Ajo kishte dalë për një rrymë komuniste, nuk e dinjën jeta, se muzika shkruhet me ndjenja, nuk shkruhet me teknik. Teknik është që ti biesh gitarë, si di notat, kurse kur të shkruhesh një këngë, duhet ndjenja, po s'patë ndjenja në jetë, jo, çfarë do muzikanti? Unë zite nga këto fjalë që të thanë? Jo, e kuptova. Që kuptova, ti e i talentuar, ku? Jo, e kuptova se për mua ishim mjaft ato 3 vite, për shkak se ëndra ime u realizua, kupton? Edhe kërkova për në Prishtinë, shkova i vogël atje,
edhe ato u mbyllën atje se kohë Jugoslavi. Nuk këmë temi nuk u mbyllën, po filluan trazira, gjëja, su këtheshe prapë në struk, se po të vinje ta me një pasaportën, të qoj një ushtar, Jugoslavët talëshim e neve. E kuptoj. Edhe kjo ishte, po për mua ishte mjaftë. Pas ka pësuar një thyrje, unë mërzitem, unë po mërzitem që digjoj, që ty të pas kanë thënë kështu. Po. Edhe, do me thëmë... U shkënje, u mërzitem? Një qik, jo shumë, po, si që po, edhe i ndjeri arë që tani nuk është gjallë, që do me thënë, edhe pandaj nuk është. Foto tjetër? Po këtu? Redoni edhe grupi tia. Po këtu do t'jesh më vonë, bëse? Jo, aty është... 93? Jo, 95 është kjo. Se ajo ishte 93? Po, jo, kjo është 95. 95. Po, në Pallatin e Kongresit? Po, në Pallatin e Kongresit, me këngën më fletë Rëndafili, edhe u bo diqka aty, po në këtë 95 nuk shkova në finale. Si ishte Redoni? Flori është. Flori, e? Me ato kukumjaçkat, me ato... Shumë i ndershëm. E të gjithë qunat e grupit ishë shumë të ndershëm. I vlesoj? Po, pa tjetër, shumë të ndershëm. Përqende arti tyre, muzika tyre? Po. Përqende, e? Po, bukur. Foto tjetër? Se kemi sa foto të burë. Aj, po, faleminderit. Tani, kjo është e 94, e gjeta ngrohtësinë në skenë dhe jashtë saj. Intervistë me Axhi Dautin, pjesëmarrës për 2 herë në festivalin kombëtar në radio televizion. Mimoza Dervishi. E përshëndesim Mimoza Dervishin, se na ka marrë malë Mimoza Dervishin. Po, ende i baj këta, do me thënë. I ke? Po, tjetër. Ke gazetat, e? Po, gazetat i kam, po të shikë. Si u realizua kjo intervistë? Të mori Moza të erdhi atje, se Moza ishe nga gazetar më të mira në atë kohë. Po, erdhi atje të kontaktoj Benin, se Beni më ndimonte në atë kohë, edhe ullëm, edhe dhash këtë intervistë e bukur, e majmen si sot. Të kapi gjysën faqet gazetës Koha Jonë në 94-ën, me thënë drejt faqet 13, që kulturën e lënë ne ka fundi fare. Nuk është pak. Po ishte Itakat. Do flasim dhe pra të Itakat. Që tani, pyetje, fakti që ju vini përsëri në Shqipëri tregon se herën e parë ju kam pritur mirë. Po, shumë, jo mirë. Do dhënë Moza, po lexoj Moza. Për të parë, vërtet, më kam pritur mjaft mirë dhe s'është pikërisht kjo që më detyroj që të vi përsëri. Shumë e bukur, shumë. Shqipëria pa tjetër, dua Shqipërinë. Kur e more gazetën Koha Jonë ditën tjetër, u kënaqe. Që dalë herën parë në gazetë? Jo. Fare? Po jo, ne ishim një ndër Jugoslavi, dinin në Jugoslavët, neve në ndërrojnim të bëjmë si ato këngëtarët e Jugoslavisë. Ndiqe ato? Po i ndiqe për atyre mësuam. Se këtu në vitet 80 i digjoni, po me fjalën Jugosllavi nuk e ndanin dot që ky është serb, ky është maqedonës, ky është kroat, ky është përpara 81-shit nuk i ndanin, po pas 81-shit. Ndanin, ëh? Po, jo këtu në Shqipëri, Shqipëria nuk e di. Po kishin u idhull nga ata këngëtarët. Po dëgjoj, po atyre u mësova në fillim kishin grupat e Bello Dugmes, kishte Korni grupa, ishte Smak, mandaj ishte Proarte, Indeksi. Proartja dhe Indeksi ishte në kohën kur që fillova 5-6 vjeç. To gjithë Maqedoni këto. Po çik më tutje nga Kroacia për shembull? Ja, po të njëjtat ishin. Se neve i shihim gjithë ç'na jepte Serbia, Kroacia, ishin për shembull kishim Shokovaçin. I dëgjoj këngëtarët serb? Po. Edhe këngëtarët serb? Po të gjithë, po ato s'kishte tjetër. Shqip ku kishe njerë në javë. Jo, po them kështu, e ndaje ti, për shembull, kur ishin kroatit dëgjoj dhe serbët jo? Jo, kret, në atë kohë nuk danjë, nuk i dinjë, no, po fëmijë ish, ku i dinjë, edhe kam filluar të këndoj unë Shqip, kur kam shkuar në gjimnasë. Në gjimnasë, Po, në gjimnasë. Se dhe në atë moment nuk të linin të këndoje? Jo, linin, po, ku e di unë, nuk ishte muzikë të Lev Struga. Jo Struga, për Shqiptaria, veçëm Kosovë filluan, ishte... Minatori, që këtë grupë? Jo, Lunjaznit, ishte Niazi Bytyqi, ajo ka qënë për 6... Cili grupë? Lunjaznit, po në kryet ishte një shumë muzikant i mirë, indjerë, ishte Niazi Bytyqi. Edhe ajo kishte shumë këngët të bukura, Venera, kam një disa këngët të tia unë, edhe kur shkova në gjymnaz, pasaj shokët ore, ta këndo për Shqip, ta shumë se dibe si të bëj Shqip kënga, as nuk e dim që ka këngë melodia, do me muzikë të Lev Shqip. Dëgjoj Radio Tiranën? Po e ndëgjojnim... Qa të bëndë për Shqipe kur ishe ati në stë? Këtë dëgjoj ti? Në fillimin e kur filluam të ndëgjojmë Tiranën, ishte në kohën kur filloha të shkoj gjymnase, atë e shifjëm Vaçezelën, kishte një zë që... E kuptoj që kështë një zë të veçanë? Po, pa tjetër. Qa këngështit kanë betur nga jo? Jo, baba me nëna me gjithë këndoj një këngë me të mbajtë Osa Dush o Biro Djallë. Kjo ka qenë një këngë
polifonike. Kjo sa dush Biro Djalë? Biro Djalë. Po e di kujt është kjo? Po, këtë është një këngë që ka qenë komuniste, ka vrarë këtë. Jo, prit se kam unë një lidhje me këtë sa dush Biro Djalë. Sa dush Miftari, hero gjatë luftës dytë botërore, nga vëzheshja e Skraparit. Edhe këndorin ata në Struk? Jo. Po ku? Jo, unë do ta tregoj situatën. Edhe unë e bora ato në tetorin më të dalë, e bora melodi. Ishte tori në të dalë, birë sa dusho Biro Djalë. Dhe ti bërë melodi? Melodi e kam bërë. Në cilin vit? Në vitin, ka qenerit, ku e ti unë 76. Qarë thua? Po ku të gjohë? Ti gjohë? Jo me përpleqive, këndonjë me të mbajtë në ato. Edhe që detyruan, ato i bora, e përpunove, e bora bukur. Po si e këndonjë? Ma këndonjë tani si? Në tetorin më të dalëm, o sa dusho Biro Djalë. Edhe manda. Ti di ku bie vëzhesha që ishte? Jo, nuk kishe ide, nuk s'kishe. Fare? Po Skrapari. Ore babën e kishe ballistur, po ato i këndonjë këto këndë. Po, ke vajtu në jenë Skrapar? Jo. Fare? Jo. Ua, se bu. Edhe, po të tatës e ka histori kjo. Mirë për në atë kohë, unë e mësonje djalin e direktorit, ishte një Macedon, me gitarë. Edhe kishim viti 2 gjymnas, në gjuhën Shqipe, thanë të bëjnë aktivitetet të lira, ato thanë ta marrim gjinë me grupë të këndoj. Pse tha këndojnë, tha gjiva të se di? Po, tha edhe kishim këngë pasaj Kosovës, Shqip këto. Edhe ca recituan, ca kështu, edhe unë këndova këngën sa dusho Biro Djalë. Mirë po, kur largohë nuk e di, se ku e di unë që është këngë Shqipërisë. Edhe, mirë po këto që recituan, këto tërë i morën në UDB, i thëshën atje, në UDB. Quna që recituan, po, i morën kret me profesor, me tërë. Edhe i thënë, po mirë, i thënë ato, po a gjini, thënë direktor, pëse se lajmërove dhe y këndoj, sa dusho Biro. A i tha, a bejke ka dërgjo për babës dhe kudia ishë belot duk, me tha. E nuk më penguan, kurse ato tjerë, po i liruan, po duha thëmë që nuk lejo ishte të këndosh kërë. Po unë përsëri e këndoj një atë këngë, me tha, ishte këngë e bukur. Të premtoj Axhi Dauti që unë do të kontaktoj, do të lidh me njerëzit e sa dush Miftarit, është edhe një rrugë në Qerovot që ka jemi sa dush Miftarin, në Qerovot, në qytetin e Skraparit, në Qerovot, dhe do të lidh me njërë me pasarësit e ti, se i duhet ketë, do të në pasarës, një për mbesa, do të lidh e ti pas ke kënduar në 1979, the? Jo, 79, viti 2 gjymnas kam që 76. Në 76 ti ke kënduar këngë në Struk për sa dush Miftarin nga Skrapari. Fantastike. Tani, vim të kjo, foto tjetër, sepse kjo ishte kënga e dytë. Ja, Shqipëria i vetëmi vend ku këngën time këndoj me pasion, 95-ën. Këtu është Flora Nikola. Po. Edhe Flora Nikola një gazetare e jashtëzakonshme dhe ajo ka ditur këtë marrë në intervistë. Foto tjetër se i kemi nga po. Edhe këtu Mimoza Dervishi. Jo, kjo është, të pëtë kam përpunuar unë pak, si kam në ato fotot, kjo është për festivalin, edhe këto fotot që i shef, ato i kam vënun, nuk janë ato foto. Po jo, po lajmi është... Po jo, lajmi është këtu, po, të regon kush banë pjesë. Po, lajmi është korekt, po. Prezentus ka qenë reis Qiqo dhe Doris Prela, në 95. Po. Tani... Këtë është Mimoza Dervishi. Mimoza Dervishi është autore e shkrimit. Po, foto tjetër që se i kemi nga skena që të komentojmë. Tani. Kjo është tani. Tani, këtu vim. Ti ke qenë i ftuar të këngët e shekullit, Pandilaço. Sa këngë këndove? 2, largova dhe e njëjtë mbeti i taka. Tani, kush është më mirë nga këto për ty? Nga këto këngë? Të dyja. Të dyja. Po, pikën e pari që u bora i afirmuar, ishte largova. Mandaj i taka... Si të thirrën pasaj për festivalin tjetër? Jo, e njëjta, unë i dërgon këngët, edhe duhet komisioni të pranuar me një. Po, më pranuan. Pandaj edhe ma dhanë edhe këngën tekstin. Tekstin, Rudolf Mark, teksti jashtëzakonshëm. Po, edhe me atë, edhe vitin e tretë. Jo, prit vjen të viti 2. Tani e shkojtë ti muzikën dhe Rudolfi bëri tekstin, apo kështë bëri tekstin? Jo, unë e kështë shkojtë edhe muzikën, edhe një farloj teksti tjetër, kurse këto më dërgua një tekst tjetër, të Rudolfit, tha provojë në që ose mund të abosh këtë, edhe e përpunuam edhe doli shumë bukurita. Se shekuj të ikin e vinë, e njëtë me deti taka, atë dheu kur ndodhet lartë, si gjaku të rrjedh plaga. Të rrjedh plaga. Të rrjedh plaga? Po, të rrjedh plaga. Ua, të rrjedh plaga. Tani, këtë duon të këndosh këtë, se kjo është këto varje, ky refren është him.
Mund ta improvizosh tu? Nuk e di për shkak se kjo bëhet me muzikë. Me muzikë, di po mi po, gjithsesi ti je artist. Kurse këto janë live, janë kënduar në këngët e shekullit. Pra, live, Live, me grupin e tyre të... Ma plëso këtë. Këto 4 vargje këndoj këtu. Po do mundohem se shekujt ikin e vinë e njëjtë betet i taka adeu kur ndodhet larg si gjaku të rrjedh plaga. Tani një pyetje. Faleminderit. Ajo goca që të shoqëroi ty, se ajo kishte një zë të jashtëzakonshëm, shoqëruesi një zë vajze te kjo këngë. Kush është ajo? Po ishin shumë edhe Eli Gjezo edhe Vjolca Musa. Po si shikoja unë aty në atë? Ishin mbrapa ato apo e kishit me incizim ju? Incizim ishte. Në festival nuk ishte live, Ja. Nuk e ishte live. Ai zëri ishte jashtëzakonshëm dhe asaj. Edhe njëherë si kishte emrin? Eli Gjezo ishte një këngëtar nga Shqipëria dhe Vjolca Musa, edhe një djalë Froku, po e harrova emrin, edhe ai ishte me qetëri këngëtar Rapsod, kanë qenë po këto. Edhe ata e kanë zbukuruar. Shumë bukur, po, patjetër. Ta kanë zbukuruar. Kurse te largova, zëri i dytë e kishte Eranda Libohova. Ç'a thua? Po, se ishin atë kohë këndonjën në Amerikë ato me... E ishin po Irma ishin në Amerikë atë. Do të thënë Eranda Libohova jo. Për herë të parë dëgjoj këtë. Do e ke thënë ndonjëherë këtë? Si jo. E ke thënë? Tani, na tregojnë çik për këtë spektaklin që ishe i ftuar. Po, është era e dytë. Era e dytë, Adi më bori telefon, Adi. Edhe Adila. Ila, po? I faleminderoj shumë bori edhe tha gjitha kështu a mund të vish të marrësh pjesë në këngët e shekullit, kemi qejf të këndosh live. Se ndoshta do dilin këngëtar të tjerë dhe me ato pak datat ti kishe unë problem. Për t'i koordinuar. Po, për t'i koordinuar për shkak se kishe përgatitur diçka, ishe në Floridë në atë kohë dhe e shtyva një javë dhe erdha edhe shumë bukur më priti pandi, i vëllai, bledi. Atëre ka qenë gabim ajo që të thanë ty në 95 që bolderi këtu se këta janë me shkollë. Mbas 32 vjetësh të ftojnë në këngët e shekullit, sepse aty janë të përzgjedhur ato, aty nuk del kushdo aty. Ky është i vlerësim Dauti. E më vlerësuan shumë, respektuan shumë. Ti nuk e di se sa duam ne aty. Ti nuk e di ke fare, ti ke thënë 95-ën një zgjënjyra, ti e ke ikur, ke thënë kaq ishte kjo punë, ja. Jo, po muzikën nuk e kam lënë, kam vazhduar muzikën. Po ke vazhduar atje më? Po, atje. Ku do të festival? Do vish prapë në festival? Jo. E ke ndërprer atë punë? Po ja, çfarë? Po sigur them shikoj këtë punë. Mosha, mësi atë dalin të rinë atje. Shumë mosha ty kanë dalë të vjetra aty. Jo, dolën tash kur 61-shi kur e kënduan atë Fifi me Florin atë këngën Largova, e kishin përpunuar pak ato, po si do që të për mua ishte një derë respekt në festivalin 61 që e kënduan ato. Edhe unë qëllova, por nuk qëllova në sallë, ishe në shtëpi. Sikur të bëj unë një kërkesë të madhe Haxhi Dauti, merr pjesë një herë në festival. Do thuash joti? Jo, po s'të maskujta, jo. Si? Çdo njeri që më ka ftuar. Atëherë, jo, s'ka nevojë të ftohet, se tani ka ndryshuar formula. Vitin tjetër do konkurosh? Kam konkuruar gjithnjë, po duhet ta pranoj natë. Se ke pasur edhe të kanë refuzuar? Po. Kur? Po si bëj me teret atë. Se edhe të kanë refuzuar, a? Jo, si jo. Ja, ma ti duhet marrësh prapë në festival. Bravo, po Pandilaçi ka kthyer sërish. I nderuar. Ai e njeh artin, e di ai se kush është me vlera apo jo. Shumë respektoj Pandi, më dha një respekt jashtëzakonisht që më bashkë me Marcelën, me Marcelën edhe i vëllai edhe grupi sidomos ishin super, ishin të çuna të ndershëm, më respektuan, domethënë me një nder jo që më takonte atë shumë, po më dhanë atë respekt. Të takonte, por bravo Pandilaços që e vlerëson dhe e di. Ai ishte me të vërtetë. Edhe më sollën ato ditët përsëri, ato ditët e arta të mia të bukura. Foto tjetër? Kitara, a? Po, kjo ka qenë ku shkojmë në shëtitje me... Ku? Në Kalisht, fshati Kalisht, atë rreth lindit Struka. Edhe aty ky është me Bashkim Zendeli, Agim Zendeli i Vinte Bunja, unë këtu jam. Kur e ke bler kitarën e parë? Në vitin në 72 në Amerikë. Sa vjeç ishe? Po 12 vjeç ishe. Në Amerikë? Po.
E blevën në Amerikë dhe u ktheve në Struk. Po, u kthyem se edhe baba ishte. Sa kushtoi ajo kitara që blevë? Nuk e di. Nuk e morën. Nuk e di, vëllai ma. E ke atë kitare akoma? Jo. Nuk e ke? I lash Strugun, kur i ka i lash Strugun. Ajo do kisha ishte kështu për ty. gitarë këtë, kisha një gitarë të zezë. Se në atë kohë nuk kishim pare t'i blem. Në qoftë se keti një gitarë dhe ma dhuronje mua, do të mbanje, do të mbante një shok, një mik. Pastaj këto radiot e vjetra, se kur blem kështu gitara elektrike, nuk kishim autoparlant. Edhe ato radiot e vjetra ishin Vesnas, quheshin të Jugosllavisë, po të mëdha kështu. E fusim prapë edhe ato e xhinjën zënë e gitarës. Mirë, po ka të një nazin të rryma edhe na bëheshin duar 6 telat këtu. Mirë, po me ato i bijim kështu. Kemi qenë më keq ne këtej, se Pandillaço ka shkruar poezi. Kitare që ishte njëri kalon të dorë më dorë, dhe kur vite pasaj ishte, kur ktheheshte te i zoti ishte qarko. Ishte qarko, të njëjtat edhe neve atë. Pandillaço ka shkruar. Shumë për pas ka bërë, ras. Kjo ka që vitin e 4, fillon. Ti je ai? Ku ja unaj? Ai lartë. Këtu lartë. Po pra, lartë. Bashkimin shaj në mes, ai është Takim Zendeli ngritur, ky është Azirhani, edhe Qani... E mendoj në jenë ato momente që do bëhesh këngëtar i gjuar i famshëm në Tiranë? Tiranë, jo. Po e dinja që do bëhem këngëtar i famshëm. Përbes, po. Po në Tiranë jo? Jo, Tiranë, si ishte mbyllur Tirana, ku e di jo kërdo qile ishte. Po, të neve po, se që i vogël ashu edhe që me gitarë në përdorshje ti si në struk, gjithë struka më dinte, a gjitha uti me gitarë. Gjitha uti me gitarë? Po. Po do tjetër? Ja, kjo është viti 4, fillor me zonë një salon. Po? Edhe kjo, kur mërzite ishte mësuzi, edhe më thështë Agji, a e din nga këndoj një këngë mua dhe Aki Dikës. Edhe mirë pa Akiu këndote më bukur për mua. Edhe ishte më shembullor, ishte më i shkolluar, kështu dinte shumë. Se rrite për një familje me edukat, me shkollë, kurse prindet e mi zdinë shkruan ishin oriental. Edhe kam filluar për te këtu me zoni Salon. Edhe ishte i ndeshëm e drejta. Ju aty jeni i... Unë jam në mes, pas zoni Salos. E që me atë kostume atë setre? Me të këshu. Po që me kostume aty, a që i vogël me kostum? Ku ta dish për Amerike, më ka quar ato vëllëzë. Po të varfe ishë, ka disa i që janë pasaniki, kishin prindet të shko, po, kishin ishin me shkollë, ishin mësuzë, direktor. Shqiptarë janë gjitha këtu? Gjithë shqiptarë. Gjithë shqiptarë, shko Shqipe? Po. Okej, do kemi ndërprerje të vogël të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Faleminderit shumë, ku i ke gjetur gjithë këto fotos, atë bukura. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtoj sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit kthehemi në studio, faleminderit edhe njëri institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin dhe kalon këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Kemi gjithmonë Agji Dautin, mjeshtrin e këngës dhe atë që na ka impresionuar në ato 2 festivale që pas kanë qenë të vetë me ato dhe i pas kanë mbyllur derën Agji Daut. Pa si është kjo Shqipëria, sa e vështirë më dhe për artin. Foto tjetër. Tani mua më pëlqen shumë kjo foto. Ma shpjegojnë që këtu se... E që e ceka më parë, zoti Kaimi... A i në qëndër, profesori? Profesori. Tani i dëshiroj të shërohet se është shumë në gjendje të sëmur, 91 vjetë është sëmur. Edhe unë jam me gitarë, aty jam Agim Zendelia që i binte gjesit lartë atje, i treti në rend. Bandaj bashkimi, Akiu edhe unë vi këtu. I 4 i për redit. 1, 2, 3, i 4, aty me atë jakën... Jo, jakën, jo, bas ati djalit me jakën, bas bekimit, edhe ajo ishi ndjerë tani. Po? Ku ishi, që ishi kjo aktivitet? Kjo është orkestri shkollës, 8 vjeqarës. Bravo. Po, ka dhe shumë kontribucion të Kaimi me shkollën. Në cilin vitin e këtu? Këtu do të keqën, kjo fundi do të jetë nga 77, a mundet të 76. Që këngë shkëndonit aty?
Po, levi bije me gitarë. Po, shqip. Zotni Kaimi, këtu jemi gjithë shqiptarë, kurse kur shkoja unë në orkestër, do më thënë për vitit fillore, klasës 4 kam qenë, i kishte edhe të përzje, i kishte edhe Macedon ka vajzat, ose Macedon, po të gjithë këndonjë Shqipa. Edhe Macedonësit? Po, jo Macedonisht. Jo Macedon? Jo, Shqip. Edhe Macedon ka këndonjë Shqip edhe veshje tonë kombëtare. Tani, ma shkëgojnë që këtë veshjen atyre vajzave aty? Veshje kombëtare, veshje struk. Kështu popullore? Popullore. Folklorike? Folklorike. Jo, tonat, do me thënë, të ja veshje tonë. Kështu i kanë mbajtur ato gratë, do me thënë, në natona, në një kokë, ose nuse të është. Po, kjo është folklorike, mund të Tani, thosh. këto janë mandolina, ju kishit mandolin, fizarmonik, edhe kitar? Gitara, fizarmonik, tarabuk, si të nëse. Tarabuk? Ju e tarabuk dhe të këtu? Jo, si themi tarabuk. Si i bërë, daule? Po i thonë, qas i thonë, dhe Shqip i thonë asaj. Shqip, po. Fjallë mirë Shqip, po. Shqip, i bërë Shqip. Edhe po, këngë këshu qytetare të Korçës, do më thënë ato... Këndoni këngë të Shqipërisë? Po, të Korçës. Cilë këngë? Po, nuk e mbaj me Vemi ishte një... A Vemi o Zvel, po vajtët ju nga Maqedonia, se ne s'kemi vajtur akoma. A Vemi, as Vemi. Do me dhe atë më duke të bojnjim, i ka marruar edhe ta, po këshulloj këngë qytetare. Se Struga ka pasur... Migjeni ka që një grup që ka organizuar Zotni Kaimi, edhe ato ka qenë si këto serenatat korçare të gjitha. Se Struga me Korçën janë, po e të më si motre vëllaj. Foto tjetër? Përsëri? Po, kjo ka qenë... Ani ku jeti këtu? Këtu jam i dyti në fund atje. Po, i dyti lartë? Atje lartë, po. Lartë? Ja, ku si kam flokët, si... Edhe bashkimin, shpe mba qenë, edhe aki dika. Po këtu, mandolin, fizarmonik, gitar, qypi... E qypin se ke, këtu, se zen atje. Edhe vajza instrumentiste? Po. Edhe ajo tre kënë që si qota e vegla, jo sister. Ato që i bine tingull metalik. Po. Po, më te për mandolina kishë. Mandolina, ha? Po, mandolina. Ishe këngë qytetare. Bravo. Foto tjetër? Kjo është në... Aja aty, në qëndër? Po, unë jam këtu, bashkimisht. Me gitarë? Po, edhe këtu janë shokët e minë të klasë. Qa këngë po këndonit këtu? Viti i parë gjimnas kam qenë këtu, jo, Shqip mante. Shqip? Ali, këshini këngë që dëgjonit këte nga Tirana dhe këndonit ju të... Jo, Tiranës nuk i kishim, ende i kishim të Kosovës, do më dhe Benera, ishte një... Pasaj e mësuam këtë këngën e gjyshes. So një këndo këndoj, veç për ty o gjyshja ime. E ata e këndojmë, po, kështë shumë kështë. Po. Cili ishte idhulli ytë nga këngëtarët e Shqipërisë? Kishe në idhulli? Po, Vaqa. Vaqa? Zela, po. Vaqa, pasaj ishin motrat Libohova, i donja dhe ato. Po, 78 më duket... Filluon ato? Kishin një këngë ritmike të dy motrat edhe, në atë festival më pëlqyen shumë. Atë e fillon, 7-8 ka qenë, apo? Jo, 8-8. Ndodhë në jetë? Ishte këngë ritmike shumë. E Agim Krajkës? Se neve në Amerikë filluan të na vinë ato, e di ato kasetat VCR që ishin? Po? Jo, ishte një Agim Ziba, nga rrethina jonë. Po, nga i gjithë e? Po vinte Shqipëria. Edhe i mërte? Vinte dhe silte pasaj, do shte të blim me shumic, 4-5, se nuk tipte nga 1-2, po tipte 5. Edhe së risa ishin $20, $20, nuk e mbaj me të drejta. Për të këtej, zinim gjë në këtej, në këtej përsim qëra hapë. A i për të vëshës si mirë të cëpër. Po i mërte, po të vëshën atë kohë, ku funksionon dhe legu atë, ku qite i gjë atë. Ende nuk ishte komunist, Shqipëria nuk ishte qilë. Po, edhe na i silte këto videot edhe neve, pe aty pasaj filluam të shohim se në Amerikë, kur ika, do me dhe një gjë e keqe ishte në Amerikë, se kur ika 78-ën, edhe atere nuk ishte si tani, bota ishte një bot tjetër. S'kishe lidhje më, jo, për nuk kishe lidhje me, jo me Shqipin edhe... Komplet lidhjen? Gjithë Evropën. Se Amerika kishte pjesën e vetë, edhe nuk kishim lidhje, nuk dijim ç'dot në Evropë, mendoj lajme kështu, po mendoj për muzikë gjëja, gjithë ishte Amerika. Edhe mandej, dal gradualisht filluam edhe futballin, nuk i kuptojmë, se kishe qef edhe futballin, të shif lojrat, edhe ato nuk i dijim, mirë po pasaj, bas 90-ës pasaj filloj. Nga këngëtarët
meshkuj, kush pëlqente? Luan Zhegu? Si? O, të këtua? Po. Ja, nuk i njif një Nuk i njeh, nuk i njif. Po Parashevi si Maku? As Parashevi nuk e Po si Iva Livovën pas ka pëlqyer? Po e pëlqeva atë. Po Parashevia? S'pëlqente? Jo, më pëlqente se erdhi në Amerikë, takova në Amerikë. Ora të pëlqente kur e dëgjoj këtu? Po bandaj kur i këndoi këngën e rinis, po këto motrat, po sidomos Yll e kishe Vaqen. Se kishte shumë zë dinamik, kur dite këndonte me atë zën, edhe kupton se këngëtari mund të këndosh kështu këngat e lehta, po kur vjen me te zëri, atë duket këngëtari. Ma tregojnë që si e takove Parashevi si Makun në Amerikë. Edhe nuk kur e takova unë, këndonte Parashevia, kishim një aktivitet komunitetit. Ku? Në New Jersey. New Jersey. Edhe këndonte Parashevia, unë sa kisha ardhur për festival për këngës të parë. E tha, kollaj shtat bësh këngëtar, të fusish kasetën e të këndosh. Shumë tha? Çfarë i the? Ajo, mire ke thash, po tash do dalim skena, do këndojmë, të shohim si këndojmë. Si do duhet Parashevia? Jo, zonja ishte shumë, unë habita me këtë qeshtjen, edhe mandej, shive, ajo ishte, problemi ishte se ishte një vajzë shumë e bukur në atë kohë. Po, edhe tani Amerika, më spendosh të gjithë, se bota është gjithë luan edhe ujqë. Edhe ra në duart e ujqëve edhe kështu ishte. Ra në duart e ujqëve? Po. Kur e mësove të lajmin të erdhi keq? Kur e pasha, po, sa keq me erdhe, ku e dinja unë. Do dohet të ndihmoje? Pa tjetër. Unë s'kishe kontakte. Ato që kishin kontakt, ato e lanë ashu. Kuptona? Ata e lanë ashu? Ato e lanë. Tani do në të gjithë. Ra në duart e ujqëve? Jo, ato në duart e ujqëve shkoj vete, jo. Po, mendoj kur u bo këshu që u bo pastre, edhe ato që e njifjin, ato e lanë. Se ne jemi New Jersey. Është afër, një orë ku me New Jersey në shumë afër, do me 30 minuta, 20 minuta në varë, Ti jeton në New Jersey. Në New Jersey, kurse, se ajo është New York. Po, kurse kontaktet, kur i ketë komunitetit, janë shumë të pakta. Se këto të New Yorkut mire gjithë vetë, kuptonë, në atë rrethin. Edhe ato e digjen, kurse unë veçëm kur e pash të lajmet, që është pas 3-4 vjetë, që normale me edhe shumë. Do dohet merje pjesë nëse ajo jep të një koncert recitant të Tiranë të merje pjesë dhe ti? Po më pa tjetër. Shumë knejsi? Po, pa tjetër. Foto tjetër? Rosh, sa bukur kjo. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Kujtimi bukur. Këtu rocker këtu? Këtu në Amerikë është kjo. Ku je këtu? Këtu je në Amerikë? Në Amerikë. Cili vit vete në Amerikë? 78. 78. Ç'a ndodhi? Si ike në Amerikë? Po tash baba ndërroi jetë në vitin 75. Beta vetëm unë edhe nëna. Edhe vëllai i madh ishte edhe ai tani ndjer, ishte në Amerikë. Ai ishte në Amerikë. Edhe motra e vogël në atë kohë, edhe ajo në Amerikë, kishte një motër të madhe në fshat. Edhe unë desha të shkoj në Amerikë, nuk donja të qëndoj më në Struk për shkak se kur u rrita atë zbulova që ishim të persekutuar, s'mundesha të bëhem, s'mund të luaj një futball për ekipin e qytetit, s'mund të bëhesh antar i partisë, nuk mund të bëhesh... Struk? Po. Po pse ishi persekutuar? Po, baba ishte me preadhje balliste, edhe nuk ka bërë kështu, po ishim të persekutuar. Do me mund të jetonte, po ka bëjt. Balliste, për ata që na ndjekin, ballist në Struk, si që është, si ballist tan këtu? Jo, këtu ishte në qetën e ati Akibloshmit, pronjëse mokrë. Babaj? Vetëm ajo kam betur pjesa e grupës gjallë, se i pushkatuan ato i vranë në Dunit. Dhe ti kishe një lloj persekutimi edhe shqiptar? Baba ishte sëmurë, s'mori pjesë në atë... Do të ti kishe një persekutim edhe shqiptar edhe Maqedonës? Kiamet. Do të komunist? Komunist. Persekutim komunist? Po. Dhe këtu pasaj, ku je këtu në studio? Këtu jam në studio në grupin që krijova Windjammers, edhe këtu, ushtrojmë, kjo është e ushtrimet atje. Sa pjesëtarë kishte grupi? Po ishim 4-5 veta, ishte Frenku, ishte Glenn, unë, 4 veta, 4-5, 5 me një vajzë. Ju ishit kitarist dhe këngëtar dhe vokalist? Jo, në fillim ishe veçëm solo gitarist, pastaj fillova të mësoj këngët. I dinja shumë këngët se këndonjë edhe në Struk, të Deep Purple-it, Led Zeppelin këto, edhe neve filluam. Mirë, problemi nuk qëndroj shumë. Wharton? Mundo?
Smoke on the water, yeah. On the water? Po. E këndoje? Si jo, edhe struk e këndoj. Po si ta këndoj tash? Ta këndosh tani, çaj e kupton çka këngë ke kënduar? Po kam kënduar, po tani. Pak, një. I kam harruar, se di. Smoke on the water. Edhe mirë po, problemi që 78, 79, 80, edhe i binjen për klube, në për këto. Ishte bukur. Mandej doli diskoa, edhe këto pronarët e klubeve nuk në minjë, ne se duhet të pagojnë shumë, mirë të një DJ pagon të atë $200, edhe ra roku edhe asho prish grupa. Foto tjetër? Kjo është viti parë gjimnaz. Viti parë, ju keni mbaruar gjimnazin në Strug? Po. Vitin e tretë, vitin e katër se mbarova maturant, ika. Ike në Amerikë? Po. Pastaj vazhdove shkolla atje? Po. Çfarë shkollë vazhdove në New Jersey? Ishte një gjë shumë interesant, se kur rritesh me këto programet këtu shkollore, edhe kur shkon me një vend tjetër, ishin shumë ndryshe dhe shumë më lehtë se këtu. Se këtu grite profesori, në fund tipte 3 pyetje, po t'i dinjemi, po si dite ta raste ja 2 po t'ke qenë aktiv ja 3, kurse atë e bëj me kapitull. Ishte shumë kollaj dhe mua nuk më besoheshte. Po gjimnazin atje e mora me 5 provime, se ka Amerika t'jep kushtet për këto thuhem shanse dytë. Domethënë dikur që s'ka mbaruar domethënë gjimnazin, ke 5 provime të shtetit, i jep ato, edhe mandej shkon në community college, domethënë është fakultet, po është një fakultet i komunitetit që pre aty fillon për fillimi, domethënë algebrën për fillimi, matematikën për fillimi, anglishtën për fillimi. Ishte domethënë pastaj viju at college. Po, mora të provimin edhe hyra në community college. Atje vajta një vjet që do me përvecova, mandej hyra në këtë inxhinieristë në timtaristë në NJIT, New Jersey Institute of Technology. Ishte një shkollë shumë e fortë. Universitet. Po, mirë po, në atë kohë, ku i di, se si ishin shkollat, mirë po tani... Do në diploma ju është inxhinier? Po, inxhinier dërtimtarie. Dërtimtarie. Mbarova më 87. Në 87? Po, ishe edhe martuar. Ishe edhe martuar kur... Po. Dhe pastaj juve apët firmën tuaj, kishit biznesit? Jo, vëllaj kishte firmën, kur shkova unë, më bori partner me njerë. Mirë po, ato lyë një këshu, shpija, do me dhe të vogra. Kur dola unë inxhinierin, atë e fillova të marrë objektet të mëdha, objektet shtetërore. Si këtu që shkojnë ato me tender. Me tender? Po, me tender. Gjithë ka 20 vjetë ato. Midis tendereve dhe muzikës, ku ta anonte trupi? Muzika gjithë jashtë. Se muzika, po prapë se ka lënë tenderin. Po tender të banë me bukë, se muzika neve shqiptarët e kishim... Po do tjetër. Kjo ka qenë, se di gjimnazët jetë viti parë, me bashkimin edhe unë. Kështu, kitarja e kështë kështu si pjesë të trupit, e? Po, e baje me vefte ku shkonjë, se di pse. Edhe kur kam shkuar 78-ën që kam hyrë të marrë vizën në Beograd, me gitarë kam hyrë brenda. Të marrë vizë. Të marrës vizë? Po. Nuk thënë ato që ke këta? Jo, s'taj. Nuk thënë? Po, gitarë ma mori vizë, më se të 78 të marrë vizën të vinë në Amerikë me nërë. Wow! Me gitarë dhe në Beograd, e? Beograd, taj, po tha qarë dhe bëshë. Jo, s'boj që dhe shumë, tu asë si duhe anglishten. Edhe tha, po, dijet dhe një, po, thash Deep Purple, Led Zeppelin. Tha, ik, tha, shko, me dha vizë. Foto tjetër? Po këtu? Këtu është tani, kjo ka janë 2 vjetë, disa kënë ka. Ku jeni këtu? New Jersey? Jo, re, këtu në orit është kjo. Është në orë kjo? Po. Po dhe, ata mbrapa? Këto grupë peori. Qa këngë improvizim. Këto këngët kam disa cover songs anglisht, sa këngët të mijet. Varet cila këngë, ishi një 6 këngë, ishte një Jealousy, është pasaj ke Mami Blue. Mami Blue? Po, atë është mandej country, ajo si qëhet, është një ati country song që jetën këto. Janë 6 këngë janë këtu. Tani, ka ja 15 vjetë që Shqipëria merë pjesë në Eurovision, se për para Shqipëria nuk merë pjesë. Po, e ndjek. Si të shdukur profesimi Shqipërisë në Eurovision? Po, dëgjo, Shqipëria mund të po të marri e t'i bije muzikën e vetë, do më thënë, këngët tona mund të arri më bukur se sa mundohemi t'i mërim evropianët, këpëton?
edhe këto duan të bëjnë si bënë Suedia, si bëjnë ato, edhe pandaj ato këngë dalin nga shumë gjysmake, po janë të mira, kupton? E ke pasur ti ëndër që të marrësh pjesë në Eurovision? Ja. Se ke pasur? Ja. Se ke pasur kështu? Jo, se nuk, edhe të këndosh në Eurovision nuk është që arrin diçka, se po sa arrite në Amerikë është gjithë qendra. Po në Amerikë, me që e thatë këtë, nuk qave në Po, unë pata disa kërkesa në vitet kur krijova këngën Adriana, edhe ishte një Sunnyside Records në Kujtë Kaliforni. ke kushtuar këtë këngën Adriana? Pa Adriana një emër e zgjolla. Jo, direkta, këtu na e tregon. Jo, s'kam. Tani, shiko, kur ka një këngë me emër vajze, tani ka diçka tani. Na unë jam gazetar, të dyshoj. Dëgjoj, ne e diti si është jeta rinore, gjithë është platonike, ne ku dijim ato, po pa marr parasysh. Edhe më çon ato një letër Sunnyside Records të Kalifornisë. Po. Edhe se unë shkonje në Juilliard me një këshu në New York për kompozim këngësh edhe të këndoj në Universitetin e Juilliard. A është më e madhja e muzikës në Amerikë. Kishe një kompozitor shumë i mirë amerikan. Edhe ajo i pëlqeu mi, po ne punë shqiptari se avura shumë, si da shumë rëndësia saj letë edhe këshu mbarajs. Nuk tregova shumë, po tani kam disa, jam kështu independent artist, edhe këto këngët e mija kam një 20 këngët e mija në anglisht, janë në Vivo ato. Janë ato, në televizionin? No, Vivo, është në YouTube. Është kanal profesional ku janë një kanal në YouTube. Vivo. Po është puna tani, çdo gjë është me klikime, po të kesh shumë klikime. Ke kanalin të në YouTube? E kam, po këto Vivo është... është tjetër, është specializuar. Jo, edhe ajo është kënga, është kanalim, po është udhëhequr nga kompania. Foto tjetër? Ne. Përsëri, këtu jemi strugë, Po, këto janë babe e birë për mësuzi, Udiu me zotin Sami Sheu, klasë e 5, është kjo e baj se një vit më ka dhenë zotin Sami Sheu mësim i pëte gjurë Shqipe, këto e kam prejardhe nga Dibra, po jetojnë struk tani. Mirë radion, po televizion Tiranën, RTS-n e shikonit juve atje në struk? Jo, veçëm televizor, radio jo. Radio Tirana më vonë erdi. Radio Tirana, po televizionin? Televizion po i ngrijim antenat lartë. Antenat, edhe ju me antenat, si ne këte, kujtojnë që vetëm me iq. Shikonit RTS-n? Po, pa tjetër. Qa të bëndë për shtypje? Bukuri. Bukuri, shte malla jo, po qa bukuri? Foto tjetër. Prap këtu? Këtu jemi të Drini. Të Drini, e? Të Drini zi këtu. Të Drini zi. Edhe unë, bashkimi atje, agimi edhe unë këtu. Ke kompozuar një këngë për strugën, për qytetin? Shumë. Shumë? Ke Strugan dhe Rock and Roll. Ajo është Fatmire Doko Lumani, ishte një shoqe klase kam pasur. Edhe kam këngën të parë që kam pasur Struga ime. Struga ime? Kjo është këngë e parë? Po. Mendoj kënga ime. Pa kështu këngë të parë si Venera, ato cover songs kam. Po, kurse Struga ime është kënga e parë. Po do tjetër? Kjo është në komunitetin shqiptar në Amerikë. Tari, nuk ka pak këngëtar Shqipëria atje. Si funksionon kjo, që janë në Amerikë tani? Jo, kjo nuk ishte qelur ende Shqipëria. Jo, okej, po edhe në atë kohë ka pasur disa këngëtar. Pastaj mas në 10-ës? Shqipëris, ja. Të Shqipërisë jo, po ju. Të emigracionit, po. Po, të Kosovës. Këto të Kosovës, po. Po unë nuk më adhorojnë shumë, për shkak se kishe muzikën e lehtë. Edhe ma Po ma akuzonjë ata të që Serbi e ka futur për shkak se është muzika serbisht, fjallë shqip, po na i prish rinin, mendojnë se unë do t'u aprish rinin atyre, dhe sot s'u aprish rinin atyre. Jo, ti në ke knaqën e me, ato ka Po pëse të më ve, ku e këdoj kënë, në veqe këtu? Ajo ka një do më dhënje që thë? Po, e kuptova. Po, ma akuzonjë shumë, e që zinjë si shkak atë, kuptova. Bërë për shtypje kjo, ku je këtu? Kjo është unë dhe vëllaj, jemi të dy. Vëllaj, po ku je? Kjo ishte, bonte një darkë, ishte, si dinje politikën, kjo ka qenë hetë, 80, 200, 300. Ku? New Jersey? Edhe shkojnë një darkë të një politikanit, ato e të shin county executive, do me thënë si kryetari bashkisë. Edhe kishim një ftesë, jo mejer,
kryetari bashkisë. Do më thënë, këtu e keni juve, po atje është për shembull, të themi Tirana e ka kryetarin, Velien. Mandej bashkia e përfshin edhe Tiranën, ato janë më të mëdhenj, do më thënë është darë me kaun. Edhe a ju bonte një darkë, ishte punojmë ne për një izraelit kështu. Edhe a ju naftoj, po tha duhet të visheni, do më thënë me ashu. Mi po neve i zgjodhëm kuqezi në atë kohë. Kam bëri përshtypje. Kuqezi. I zgjodhëm ato papionet, e shkuam edhe na u duk interesant politika në atë kohë, se edhe majmen si sot më tha e shef tha gjitha, e shef si duken këto sa të ndyrja, tha njeri kokë fort këte, njeri rumbullak, tha njeri këte, por një gjë kanë e qojnë botën rotull, tha. Për politikanë, tha. Ju e një marrë me politikë? Unë, po, pa tjetë. Me që politikë? Jo politikë, jo, po kam kontribuar në çështjet kombëtare, kështu me ndihma, me shoqatin që keni? Po, kam qenë kryetari, rinin e kam nisur, pas e prosperitetit, kam themeluar degën e New Jersey të lobit, edhe mandej Këshillin Shqiptar Amerikan, tani bëjmë 35 vjetë. Okej, foto tjetër? Edhe këtu? Këtu jemi në Kalisht. Në Stru? Po. Edhe këtu kam një 15 këngë i bërë, ma dite me aju djali që jemi me video Zati Production edhe i kam këndu e këtu shumë, gjithë këngët e mija në gjuhën anglishte që kam. Shumë bukur, shumë bukur. Foto tjetër? Këtu jam me nënën. Me nënën? Nënën, Airbov, ku i që këto fotografia. Ku jeni? Unë në Amerikë. Në Amerikë? Në Amerikë. Tani më pëlqen kjo, atë marë borë aty, një tavë duhani dhe cigaret të tre. E që vlaj? Vlaj ma. Vlaj, dhe ka duruar jetë. Si që? Demiri. Dhe me plis? Jo, këto i të shumë në kapat Dibrës. Kapat i banjë këshu. Kapat do dhënë... Plis, po plis e quem atë të Kosovës. Kosovës e quem një plis. Ata i quem plis, e? Ne, anajo, se di po, këto ishin kapat e bardha të Dibrës, qeleshe. Qeleshe, pra qeleshe. Edhe të neve qeleshe. A, pra, ha. Ama të Dibrës. Ashu e quem një në rrethin, këtë. Tani, flok ke pasu shumë dhe i këllën gjata. Gjithë një. Ashtu ke bajtë, bro? Tani të kanë ikur flokët. Tani të kanë ikur flokët tani. Pra, shëndet, qartë bërë. Cile ka qenë këshilla më e mirë që ke marrë nga nëna jote? Nënën e kam pasur fansi i parë të muzikës teme. Qa thua? Fansi parë? Fansi. Unë të tregoj, do më thënë, kjo ishte një shumë interesantës. Në vitin 76 ka qenë, edhe i binja unë në plash, gjithë një plash, kështu këndojim, edhe ishte një garratina që punonte për radio-televizionin e Prishtinës, që është e Avdilena, e thaj, hajde një dite në të bësh të inqizime në radio-televizionin e Kosovës, Prishtinës. Po, si erdi Dimri, edhe një dite të bëjnë, në një 5.000 dinarë, se me dinarë ishte. Në shkojmë Prishtinë, po, ku do shkojsh be birë, tha ti, i vogël je, tha, gitarë me madhe për te, tha, s'njef njeri atje. Kishe kushurin atje, ishte student, edhe, mirë për nuk di një shkoj, a në më thash do nisem nesër. Edhe, unë isa më dha ca pare, po tha, me kujdes, se fëmijë, edhe, mora autobusin, aty në lagjen e kishim, shkova në Shkup, mirë po, kur mora autobusin për Shkupin në Prishtinë, ishte ndryshe, se te autobusi në Macedoni, në gjojë këngë Macedone, edhe gjitha të folji Macedonish, mirë po, më la një përshtypje, kër e mora për Kosovë, gjithë Shqip, këngë Shqip, edhe atë thash, oj, sa bukur, thash, je dryshe, një atmosferë dryshe, qka, unë djeva së kur ishe në shpi shkoj. Edhe, mirë po, më thanë ato të ndalem të 3 sheshira, asë nuk e di një që ishin ato 3 sheshira, e pjus kondoktejnë, ndikmë si shoferit, unë tha, unë dala, bora binte, dime ishte. Unë dalë edhe pjus një, tha, këto janë 3 sheshira, ato i këshin që qepret autobusin ato, kur më zbje. E thëm njëri të, thëm o agjo, thëm ore, ku është televizori? Ja, tha, Allah hile, as po e shef, tha, se madhe ishte. Fëmishë, edhe më kalova rrugën, bora binte, y pa lartë, ishte y që ruan të portieri. Tha, qka po donë? I thëm, unë kam ardhë të këndoj. A e tha, hu po tha, sa vinë këtu tha të këndoj, tha. Ama kur më tha atë fjallë, më preu fjeshtë. Fëmishë, mirë po tani ku do shkoj?
filloj të erret, Bora binte, edhe si binte Bora jam ullur të shkallë, që binte si për pjetë ajo, edhe ishte televizori. Edhe ri atje me ndojë mjeve, ku do ve? Kur shofa personi që më tha Avdilena, filloj vinte, se vinte si lartër, kur e pash atë, kur e pash Zotin. Tha shofdi, erdhe, hajde. Jo, tha zvita që ti se më përzurjaj. Po e që ta që s'ka lidhje me atë yrit, foli, ati pse, po tha sa vi këtu. Edhe mbaj me nësi sot më ka provuar, do me thëmë dëgjoj muzikën teme, Reshat Randobrava, kompozitori madh. Edhe thash, këndova shumë kënga aty, edhe tha shumë bukur, ta po ke grupë? Kam. Tha të vish me grupën, 5 sot e tutje, 2 e televizionit i ke, ta apura. Këndoni sa të doni, të inqizoni sa të doni. Me që më lajmëro, tha të presë. Mirë po, në atë ko nuk bora inqizime se i ka në Amerikë 78, fëmije, i ka, u edhe asë, nuk bare puna. Pasaj 84 që ku ka marrë për Amerike, qova kasetën teme të partë, ndjerit Musa Piperku dhe ajo përdori, e lishonte përse kasetën, do është të bëjmë sa inqizime më me, në atë ko me grupin, orkestrin e televiziorit, për pa dite nuk u realizua kohët e këqia ishi të Jugoslavisë, dhe i ka, unë ishe student në atë ko. Qartë. Todo tjetër. Qartë i bashkë. Kjo është familja? Kjo është, unë jam, Besa Vidani në mes, vëllai, djali u kja me të shoqen. Djali juaj? Si qëtë? Uke, ka emin e babës. Babës, edhe Dona Nusja, këte batash vajza ime Lindita. Tani, në krahun tënë të djathë kush është? Vajza ime madhja Lindita. Lindita, po? Ajo është grua ime, Sekine. Tani, prit, që këtë të bashkërë, se në flasën qikë vetëm për vete, ka folë vetëm për vete tani. Po, vetëm për vete. Nga e ke bashkërë? E kam ka fshati Ladorisht. Nga Struga? Po. I njohë në Amerikë dhe jo? Po, në Keneriket janë ata. Si u njohë bashkërë? Nuk i këndove këshu në i serenat? E i këndove edhe më përqeva edhe... Jo, në e tregoj, jo me ja, shu e njëtë. Jo, unë e tha. Edhe në miqësia aty, te motra edhe këndove edhe... U përqyë me... Rendashuria po ta bën? Jo, me të bërë ishte atë, po, ram dashuri, po, do me thënë, me shkec ishte. Ti me këngët e tua ka rendashuri sa dje me vajza në Shqipëri? Pa, jo ishte Amerikanka, ku i intereson. Qa profesioni ka bashortja? Housewife. Housewife, e kuptova. Grua nëna që i rritë fëmit. Se, dëgjo, kjo housewife ka një domethënie shumë të madhe në Amerikë, që tani bojnë shumë duelle, se housewife, kur u bon që grua dhe baje barabart, tani jeta u bo më e shtrejt, se do më thënë e kam borë ekonomin me 2 rroga. Ta shisi të rrisish fëmit, edhe u bo shumë e shtrejt, edhe kjo ishte gabimi më i madh i grave që i futën këto biznismenët dhe që më të kërkojnë të jenë të barabart, edhe jeta u bo, suni rrisish fëmit. Kurse kur je housewife, se Amerika kështë e bërë burrit punoj, gruat e shtëpijake, ti mbaj fëmijë, ti rrisi fëmijë që të ketë dashuri familjare. Mirë po, kur erdhi kjo që politika i bëri, duket barabart grua me burrin mund të bëhet asnjëherë të barabart, po sido që tet, ajo është tjetër politik. Ti pas ke kështu feminizmin, lëvizjen feminizmi. Jo, duan feminizmin që normale, se fëmijët i kam. I dedikoj shumë gruas tënë? Ja, ta dita shqiptari kevle, qartë i dedikoj. E kam bajtë. E ke mbajtë, po, e të kam bajtë, ka rritë fëmijë. Po, dhe në fëmijëve i këtash, në fëmijëve. Që nge shqiptar fare këtë dritë. Jo. Që nge kështu, Shqipo. Jo, si o Shqipo, po të tëmë, kjo ishte, edhe pa dhe ka qenë housewife, e pa dhe, kurse bas... Pasaj? Kjo vajza këtu me fëmijën është vajza Valbona. Kjo këtu? Vajza jote. Po ajo që duket pak? Ajo nipit, edhe kjo nipit, grua nipit. Këtu keni një fest familjar, nëse? Jo, kjo është ajo ditë që u i bora 60 vjetën. E pra, fest familjar, po, dytlite. 60 vjetë, ha? 60 vjetë. Keni kaluar bukur? Po. Po dhe tjetër? Faleminderit ku i ke gjetër me këtë voto. Po tani, u përgatim për emision. Tu, djali? Djali u kja, edhe vajza Lindita, Dioni është vajzës. Sa fëmijë ke ti? Unë kam një djali e 2 vajza. Një djali, 2 vajza. Po. Edhe djalit, fëmite djalit ja këto po Shriani, Elina dhe ky Ashton i vogli, kjo është Siana dhe Dioni. Tani u ke vënë ca emra shqiptar, ca emra... I kanë vënë vetë ato. Vetë ato. Si ka edhe një Ashton? Ashton është i vogli. Amerikan. Amerikana. Edhe Elina. Elina kjo është shqiptar. Shqiptar, po. Riani. Edhe është shqiptar, po. Siana. Siana, po i djali? Dion.
Dion, tani një sekond. Me Dionin sigur e ketë preferuar kam përshtypjen. E gjeta? Ja. Me atë shoh më shumë unë. Po mirë, ai ishte nipi parë. Të ka bërë gjysh për të parë. Se me atë shoh unë. Me atë shoh shpesh. Po edhe këtë kemi se këtë kemi futbollerë të mirë. Futbollistë? Jani po. Sokër apo? Po futboll, saktë. Sokër, siç thonë evropianë. Foto tjetër? Mi ke këtu? Ka qetë. Këtë e kam da jo besimi në ndjerja, këto të dy edhe këtë kam dialteze Ymerin. Ky, Ymer Nasufi, është një strugë që quhet Tinger Male. Është në emrin e tij e kanë marrë lagja. Emrin e këtij, Tinger. Tinger do me thënë, kur mbetesh pa pare. Se pyesin ato, se i ndjeri ka pirë pagës, e i thënë, a besia, Tinger jam, se i piva. Edhe i mbeti gjitha e lagje. Po, ku jeton, po të jetojnë ande, thënë Tinger Male. Po do tjetër? Bukur. Këto do më ndifi Beni, Arbeni është aty. Sa pasë në shumë Beni, mu? Kjo është e zyra ime, kjo ka qenë vitet 92, më duket, a shumë vend? Tani aji aty është? Mirushi, ndjeri. Si ka ardhë Mirushi të ju? Po, erdhën një grupë, i thirë një unë vinjin. I merit gjithë? Po. Tani më tregoni histori me Mirushi, se ka qenë personaliteti i teatrit dhe i filmit shqiptar. E më donë të shumë. Po, në gjo, veçëm këtë takime kemi pasur, do me dhe kur edhe në Amerikë, edhe se kujtove Parashevin. Mirushi deshte të atakoj Parashevin, se kishte pasur mikesh në atë kohë. Edhe ajo këndonte në një restoran që kishte një shqiptar për parim, po si adim bjemin, ato ishin... Që luan dhe Agim Krajka? Jo, ishte restorant... Jo si Galetua ishte që bënda New York, gjithmo. Po, jo, kjo New Jersey. Kurse kjo për parimi kishte restorant po me muzik amerikane. Edhe aty këndonte Parashevia, kishte ëndre saj, si gjithë ne që dëshirojmë të bëhemi... Dhe Mirushi do në takon dhe Parashevin? Po, e kishte mikesh. Po? Edhe i thashë në Mirush do shkojmë, po më duket se nuk të detë, kupton nuk do të takoj, se nuk e linte ajo pronari. Jo, tha unë e një, mirë, bori kjo telefon, bisedoj, ani, shkuam, bile kemi qenë dhe benim, duke ishim, shkuam atje, na priti ajo pronari i restoranti, shumë bukur, si jeni, si kaloni, tani presim të vi Parashevia. O, tha, më fani, po sonte, nuk është këtu, nëzori këto, nuk e takua. Nuk e takua, ja? Nuk e takua. Kishte të tjerë që doni të takoni si punë Mirush Kabashi dhe herë si takonte? Kur ishte atje restoran, po. Kishte, ha? Po, atje nuk takonte. Tani më tregoj një histori me Mirushi. Mirushi ishte një personalitet i jashtëzakonshëm. Po, nuk e mbaj mend se kjo ka qenë shumë meret, edhe me Mirushin kalova shumë mirë, edhe më donte shumë. Edhe erdhën, këtu ishte për shembull këto bëj një film dokumentar. I sillte Arbeni, se Arbeni ishte që i organizonte këto takimet, edhe shkoj një minqizoj një komunitet. E kështë parë në film Mirushin? Jo, atë shumë në atë kohë. Po në teatr? Jo. Se ke parë, a? Jo, tani e kam parë, po mendoj në atë kohë, jo. Në atë kohë se kishe? Jo, në atë kohë, jo. Po e dinja që është artist i madh. Pa diskutimi, më të mëdhenj që ka pasur teatri. Edhe më donte shumë, edhe kontakte kishim gjithë një. Po do tjetër? Ja, dhe kjo është... Prap Mirushi? Mirushi, une, Bujari ishte kjo kamermani të vëshës, këtë duke i arrova, Fredi më duke të shumë, Bena? Fredi më duke. Edhe Beni, Arben Tafili. Po? Këtu ku jeni? Po, këtu... Është një koncert? Po, do t'jemi më dhe një koncert, këtu duke di ku kemi qënë se mbajme të dhe ta. Okej, foto tjetër? Po, morët. Qke bori këtë zbuluar të gjithë. Këto i kam, kjo është i ndjesh Lutviju, e të dy janë, ato, kjo është Dëndri, i motës të madhe. Motës? Luti. A është djali tezes, a jetë kolonja. I ke ruajtu traditët shqiptare atje në New Jersey? Po tash unë thëmë që e kam ruajtur, po ku e di unë. Po fëmijët e tu? Ja, fëmijët, edhe ato mundohen të shkretet, po natyra nuk e lejon, në tjetër natyrës, tjetër vendës. Do të fillojnë asimilohen traditat zakone. Mundohemi ne atje, mundohet. Po do tjetër?
Këtu? Këtu jam në Oxford të Anglisë. Oxford? Po. Çfarë ke marrë? Është një mirënjohje e këto liderët botëror. Edhe ishte një konferencë atje, edhe kishte liderë nga gjithë bota. Ju me cilësinë e çfarë? Të Këshillit Shqiptar Amerikan. Do të ju drejtuesi Këshillit Shqiptar Amerikan. Jo, edhe përfaqësonje situatën ballkanike, Western Balkans. Edhe bajta një fjalim aty. Bajta fjalim? Po, patjetër. Edhe pasaj dekoratat na jepte Lordi i Oxfordit. Lord këto e quajnë majori. Si duket Shqipëria kur vjen këtu? Shqipëria, Tirana është kaluar Evropës, është bukurie e madhe. Pëlqen, ha? Po, patjetër. Edhe një që më pëlqen që tani për këto festat e fund vitit e bëjnë shumë bukur. Edhe kjo tregon që domethënë edhe vitit e ri jep një ngjyrë të bukur, edhe fesë krishtere jep një gjë të bukur, se kështu festohet në gjithë botën. Tani, po të vish në Struk, ka veçëm një pjesë. Në Ohër, Maqedonia nuk si mjet shumë dobët nga këto festat. Po Shqipëria? Shqipëria, ato pe gjithë Maqedonisë në Tiranë vinë, edhe Maqedonia e Shqiptarëve që në vizitojnë bukurinë e Tiranës. Po, në mbrëmje kanë qef të shohin drita, bukurinë e Tiranës, po. Kur vjen Tiranë, kur ri? Me Belin. Po jo, ku? Çfarë frekonton? Në hotel. Në hotel. Po pushimet verore i bën në Shqipëri? Po nga dhe një, unë shumë nuk vinë në verë, djali vjen. Djali me familje. Kem bregdeti shqiptar? Se unë ikën djali edhe ja udheq firmën, se ka firmën. Po, kem bregdeti shqiptar? Shurë, Arbenim ka shetitur gjithë. Bukuri është një perlë. Po këta politikanët tonë, si duket Edi Rama? Ta shi do më gasin që është e politike? Jo, me që e ti kryetari Këshillit. A di pse ta bëj këtë pyetje? Për të parë votoi diaspora si vjetë. Në zgjedhjet e Shqipërisë. Ti votove? Jo, se s'kam nuk në shtetësinë e Shqipërisë. Ne kam, po s'kemi, do më thënë s'kemi pasaport, duhet të i Shqipërisë. Si ke marrë ti pasaportën e Shqipërisë? Po, ndëgjo. Ke kërkuar? Jo, unë mund e marrë, se nenen e kam pasur nga Selca e Shqipërisë. Selca e përme. Po? Nga Mokra atje, edhe nën e babës. Edhe ambasadorja që ishte atje e nderuara Floreta Faber, edhe ambasadorja, edhe më tha gjitha shkota në Pogradec, më duket aprojnë Pogradec. Shko mirë, tha të nenes, tha me njerë, ti e merë, tha me njerë. Po se ke marrë pasaj? Po nuk mundet se kemi dy, kam të Amerikës e të Maqedonisë, në Maqedonisë kam toka gjëja dhe më dalin probleme. Nuk ke shtre? Jo, nuk mundesh. Po tani do t'jetë probleme dhe në Amerikë, për shkak se tash një kongresmeni ka edhur këto, ka borë një bill, që do me thëmë veçëm të kesh, ja të Amerikës, ja s'mund. Tani është bërë kjo, ka një muaj. Çfarë thua? Do ishin dorë shqiptarët e Amerikës nga pasaporta shqiptare? Po tash varet. Jo, s'besoj të kaloja në kongres. Ka bërë një propozim, vetëm propozim. Po, nuk di nga merë, se kjo mega që është Make America Great Again, ato sefte filluan shumë ashpër, po tash janë për qarë edhe të të filloj të reguloj pak. So complicated, thonë në Amerikanët, të? Inshallah. So complicated. Po do tjetër? Për neve u bo keq. Tu keni marrë një vlerësim nga presidenti Ilir Meta. Kalorësi Skënderbeu. Kalorësi Skënderbeu, ta gëzosh. Rrofsh, faleminderit. Unë jam gëzuar shumë. Edhe kur ma dha mua dhe kishte se disa 20 veta kishin aty, edhe emrin tem të pare, edhe më të mirë ma dha mua. Edhe u ndjeva shumë i respektuar. Shiko sa duan Shqipëri. Patjetër. Shiko sa duan. Po do tjetër. Vjosa Osmani? Edhe kjo tani ma dha të Ibrahim Rrugo. Jo, s'është Ibrahim Rrugo, më falë, është Hasan Prishtinës. Po në Kosovë, pse? Se në Shqipëri e kuptojmë, pse të kam vlerësuar? Edhe ti për artin? Jo. Për çfarë? Këto që kam kontribuar në aspektin... Në Këshillit Shqiptar Amerikan? Po. Këshilli Kombëtar Amerikan është ajo... Jo kombëtar. U mbyll, s'kam ato s'janë. S'janë ma? Unë në 35 vjetë bjen vatra, po vatra s'ponojnë ato. E ka emin e madhë, po. E kuptova. Foto tjetër? Ani këtu jeni me Anthony Athanas. Në Pierreforë je këtu? Pierreforë. Kjo është... Unë kam qenë atje dhe kam intervistuar. Kjo është që folëm që parë për ekipin e parë që erdhi i televizorit. Do më thënë, Arben Tafilin e ke këtu.
Atje lartë jam unë, Agim Kuri, dhe Andri Amdiu. Gimi kameramani? Kameramani, Paulin Shkezi, Elizabeta Kamberi, edhe Anthony Athanas. A tregoni një gjë, se unë kam kujtime më të bukura nga Pierre Fori dhe nga Anthony Athanas, dhe në CV-n time kam kështu që një nga personazhet më të rëndësishëm që kam intervistuar në jetën time. Ja, është burë mirë ishte. Ai kam shumë kujtime nga këto, se jam marrë me Kishën, me Panairin, edhe kur e kam nxjerrë atë plakën e parë, Ëndra e Fantazisë, edhe Struga ime, edhe kam shkuar në Panairin në Boston, për të djali vogël, 21 vjeçar. Edhe i boj, kishte gazeta Liria, kjo ka qenë vitin 81. Edhe ishte udhëheqësi që udhëheqte i ndjeri Dimitar Tribicka. Edhe i boj unë telefon, thëm kështu jam një qunor këte Struga, apo kam qenë për të Panaira dhe më lësht ti, ecër dhe s'ka problem, edhe vajto. Edhe atë u njoftuam edhe pasaj fillova unë kështu, edhe pasaj më njoftoj ndjeri Dimitar Tribicka me Antonin, me shumë aktivistë, me Priftin, me atë Liolinin atëre. Edhe për atë ato shumë më dojnë, për shkak se të thëshin, ky musliman vjen në kishë këtu. Edhe kështu më vurën dorë, pasaj më qoj shumë libra ndjeri Dimitar Tribicka, edhe kontakte me, tani nuk kam shumë me Bostonin si që kishe në vitet. Nuk e tani, e? Pa nuk ka, se... Kur e pe atë që u prish Pierre Fori? Atë Liolini ndërroj jetë, Anthony Athanas ndërroj jetë. Ndërruan këto e Pierre Fori ishte i bukur në për... Ishte institucion, nuk që restorant. A ishte mega e shqiptarëve të Boston? Po, shumë bukur e për ti televizionin këto. Këto patën suksesin më të madh, janë grupi i parë televiziv i TVSH-s. Në këtu çfarë viti? Në 91-shin. Në 91-shin, ë? Mi tregoj gjitha Anthony Athanas. Edhe atë kishe një katë dytë atje, apo në katë dytë jeni këtu jo? Se mbaj me... Më duke se jeni në katë dytë. Dhe ajo dhoma e madhe, lartë. Ajo ishe thesari ti, thosha unë. Në qarë vjeti ke qenë atje? Unë kam qenë në 2001. 2001, në të njëshin. Po ja, qa thua ti... Televizori parë, grupi parë. E këto bon se be pa i boshi që është dola festival. Foto tjetër? Këto bon se be, për? Po, dhe Arbeni. Foto tjetër. Këtu jemi Arben Çekun, ambasadorin e Shqipërisë. Tashi kjo është zyra ime këtu. Kjo është zyra jote? Po, edhe tashi kanë filluar të vinë, kjo është ambasadori, erdhi më vizitoj në zyrë, edhe kam shumë aktivitete, kam muzikën e kam veç. Si shoqata, no? Shoqata i ka veç, muzika i ka veç. Si përzjeno njërë? Jo, se muzike kemi studion, kam albumet e mija, fotografia. Qëfar synon me shoqatën? Shtë gjë. Qëfar? Për çështjen shqiptare, me çfarë? Dëgjoj, unë kam bërë punët e mia, do të tregoj veç në pagës. Opozita në qoftë se do, si Shqipërisë, si Kosovës, si Maqedoni, takoj kongresmen, senator, State Department, ato ja rregulloj unë, por jo me pare. E kam pasur gjithë falas. Gjë me thënë këtu, jo me pare? Po një takim, mbaret si në takoj, po ta takoj një me Escobarin, është 100, 150, 200 $. T'ja organizoj unë, për shembull. Po unë i kam bërë falas. 100, 150? Po. Mi? Po. Për takuar me Escobar? Po, e 200.000 shkon mire. Po, nësa ti i bën falas? Falas. Po si bën falas? Po i boj, ashu e kam këshillin. Lidhjet e tua? Po i kam lidhjet, po jo, nuk e pagoj me Escobarin. I merë këshilli, ti merë ty, shemull ti të tua. Mje mua se e rregulloj unë. E rregulloj unë, pasar këto. Tani, këta të opozitës që s'kan... Rudinën e kam qonë në State Department. Rudina Ajdarin, po? E kam quar Dritan Demiraj. Po? Pas e kam pasur... Për këta të opozitës tonë, Partisë Demokratike të kanë ardhur, jetë kanë kërkuar ndim, se këta kanë probleme me Amerikën. Kam shkuar unë të ndimoj, nuk i kam pranuar, edhe kaq. E ke shkuar ti ndimoj dhe nuk i kam pranuar. Ku ka ndodhur kjo? Në kohën përpara se të nisi me Lulzim Basha me Berishin. Më përpara saj? No, në atë kohë. Në atë kohë, kur u shpall Nongrata, domethënë keni thënë. Dhe mbasi u shpall Nongrata, ju keni bërë përpjekje të tua dhe nuk u kanë pranuar. Jo, pranova, bisedova, po nuk i pranuan... Po nuk pranuan ata pra ata? Jo, bisedova, pranova edhe bisedova me zotin Berishën, bisedova edhe me Bashën. Po? E të dy pranuan, por nuk i pranuan udhëzimet e mia. Ka shërë rëndësishme, nuk pranuan çfarë i thatë ju? Po. Po pse s'pranuan ata? Se di një që do vinë gjerë në këtë deregje ato. Po çfarë këshilla ju thatë ju?
këshill shumë të bukur. Për shembull? Po dëgjoj, tani në Amerikë kur je në Angrada. Në Amerikë, në qoftë se jam për shembull biznesi më bie. Zëm shembull të mua. Zoti më zën, po kanë gjarë. Ke një biznes të madh, edhe kur bie biznesi ke shumë borxhe, ke këto, edhe atë të bllokojnë ato. Domethënë sun qelish as account, sun punosh as gjikundi, domethënë je bër freeze. Domethënë freeze ngri, i ngri. Kur thonë tani që themin stop, ndalo. Ndalo. Sa duhesh ti apo murit me kokë bie smund. Freeze thonë. Freeze. Tani çfarë bën? Çfarë do bësh? Do vish te ty të more. Unë e di këtë zanat. Të vëmë në emrin tënd, edhe fillon. E fillon përsëri. Po jo në emrin tem, se s'mundem, unë s'kam kreditin e keq, kam çdo gjë. Do më thënë i ka bor Amerika mënyrat si të depërtosh. Tani, Partia Demokratike, se këto në angradat nuk janë të përjeqme, këto mendojnë se janë të përjeqme, nuk janë të përjeqme, po marrin kohë. Kupton? Marrin kohë që ta heqish, se ato që ti kërkojnë duhet i plotësosh, po si plotësove kur nuk nuk e ngrenë në ngradën. Mi po në ngrada fillon për të hequr, fillon të ambasada e Shqipërisë, të Amerikës. Ato e nxjerrin, do me thënë ato propozojnë, e qojnë State Department, pastaj State Department e aprovon ose nuk e aprovon. Çfarë i thatë ju zoti Berisha? No, unë zoti Berishës i kërkova se unë pata takim me ambasadoren në State Department. Yuri Kim. Edhe nuk i rash det për shkak se nuk e njif një mirë, edhe nuk më njifte, kishte të drejtë, kupton? Edhe që të korë një sukses ato, në qoftë se zoti Berisha të dilte në penzi, se ato edhe të donë të Yuri Kim s'u punonte me zoti Berisha. Ju i tha zoti Berisha që ju dilin pension, do të largohen nga politika. Nuk i thash në atë mënyrë se mi të keq, po do me thënë largoj për një kohë, kupton? Tërhiqur. Se dëgjoj, ai përsëri e udhëheqte bashkë, do me thënë, kupton se është legjenda e Partisë Demokratike dhe s'ka forcë ta heqi, edhe s'unë e heqin, kush të doj. Edhe nuk pranoj. Nuk është që nuk pranoj, ndoshta edhe nuk më besoj, se njeri unë do të njofish fort mirë, kuptona, edhe unë nuk i rash direkt, po unë e takova, edhe unë kërkova disa, se në gjohë, unë kur shkoj, kur bisedoj me këto të State Department e ato, në qoftë se ato kërkojnë diçka, i kërkoj edhe unë, se nuk mundet, për shembull, në Amerikë kështu është, do me thënë 50-50, 50-50. Se kërkon ti? Kështu, edhe unë kërkova ca, edhe kështu, nuk keq. A besoni që një ditë do t'ja heqin zoti Berisha në ngradën? Çdo gjë është e mundme. Çdo gjë është e mundme. Po në këto kushte që është Partia Demokratike që ka një vit Trumpi dhe këta thonë do heq dhe se hequr. Jo, nuk heqin ato, se Trumpi do të respektojë atë ai mund të foli keq për Biden, po përsëri respektojnë ato qeverinë që kaloi, ish qeverinë. Vendimet e tyre, patjetër, se ato ka ligje, se ka kongres, ka senat. Mirë po, që të arrish të e i forti, le të marroj Amerikën, të një që është i fort, tonin e zëri duhet të ndrosh. Duhet më shash, më sprovok. Do me thënë, duhet të ndrohet. Mirë po këto përsëri kritikojnë të resin kime, të resin këtë kime, të ofendojnë ambasadoren, edhe kjo është. Po nga majoranca, nga Edi Rama, të kanë kërkuar në një ndihmë? Po, kanë kërkuar. I kanë ndihmuar? Po, atjetë. Tani një pyetje kam unë për ta mbushur, se s'do të bezis me këtë. Ja veçëm një do të thënë. Ka 2 vjet e gjysmë Amerika nuk ka ambasador në Tiranë. Çfarë po ndodh? Neve lobuam shumë për David Kostellençik. David Kostellençik? Po, e kam mikun atë. E ke mik? Po. Wow. Edhe o sa shkrive kam bërë për atë, më sa kam bërë për atë. Edhe se ai ka qenë ambasadë 93-95. 92-shin, se me di edhe shqip Davidi, kur i soll me këpucët me anë të ambasadës, edhe lobova shumë unë të senatorët e kongresmenët, po J.D. Vance nuk e aprovonte. Nuk e aprovonte. Tani ai u kthye përfundimisht? Kishte edhe një shansë i shkreti, tani, përpas se ty Trumpi, u mundua shumë. Edhe u doq? U doq. Është djegë si? Ja, nuk është djegë, po se fusin. Po tani, se s'po Amerika, pse nuk po sill ambasador këtu? Po Trumpi nuk është si përpara. Përpara, kur ishte Biden, State Departamenti kishte shumë fuqi. Tani e ka shtëpi e bardhë. E ka marrë direkt? Direkt. Sikur po kopjon Shqipërinë. Po e ka shtëpi e bardhë, edhe ato nuk duan shumë të mirën me Shqipërinë për shkak se
është çështje politike me Serbin, me Rusin, ka mik Rusin ato. Do me thëmë, ka marrëdhënie Amerika i ka marrëdhënie të mira. Rrezikohet Kosova? Ja. Po Shqipëria në ç'është pozitë ndodhet tani? Shqipëria do gjithashtu Amerika se kap njëri me dorë, po duhet të krijojë ushtrinë e vet. A ka një tërheqje të Amerikës, një indiferentizëm ndaj Shqipërisë? Ja. Nuk ka. Ja. 2 vjet e gjysmë pa ambasador, shumë indiferent janë. Mirë, dakor, po nuk ka. Është aktin ambassador që thënë këto, që e ke aty. Të dërguar, të ngarkuar me punë. Do me thënë, aktin i thënë këto, do me thënë, nuk është ambasador, po është, do me thënë, e bon punën. Shef e mision. Shef e mision, po. Foto tjetër kemi? Me Lesbi Beraj. Zoti, këtu kemi qenë në zërin e Amerikës me zotin Lesbi Beraj, kur ishte direktori për të gjithë shërbimit. Institucion. Po. Edhe këtë kemi Berisha, është si harrova jemi se më kujtej tani, edhe unë këtu jam. Një institucion e Lesbi Beraj. Po, ishte shumë ka kontribuar për komunitetin shqiptar atje, shumë. Për viteve, me fillime, për kur apja, e përshëndesim. Një njeri jashtëzakonshëm. Foto tjetër? Duhet të kemi 2 apo 3. Këtu je në Capitol Hill? Me Elmi Berishën? Këtu ishte një seancë për Kosovën ku Escobari jepte me atë Charlotte, përpara senatorit Menendez, që e organizoi senati, edhe këtu është me Elmi Berishën edhe Pashkon. Canaj më duket. Foto tjetër? Capitol Hill është. Urime ditë e pavarësisë të Kosovës, Zoti Bekov Kosovën, të gjithë dhanë diçka, por dikush i dha të gjitha. Është skeqar të flasish për këto Adem Jashari është legjendë që tërë familja unë i njoh. I ke njohur? Jo, ja njoh nipin Bedri, e përshëndes Bedri Veliun. Edhe ja njih edhe dhëndrin atë Mani Veliut, i cili ndroi 10 vjet. Ja njoh nipin Bekim Jasharin, i përshëndes edhe ato. Edhe kur shkoj te memoriali tyre është një gjë. Shkon shpesh atje? Shkoj çdo herë. Foto tjetër, mos gaboj, kemi edhe një foto? Ja, nipi yt i preferuar pra. Ke parë Europian, ke parë Shqipërinë. Shkuam, kjo është në Düsseldorf. Edhe vajza më bori tha, bab, a ju dhëndri luti, s'mundesh të vi. Tha, a mund të vish me mua, tha, të shkojmë se Dioni ka qef të shofi Shqipërinë me Spanjën. Po? Edhe vajta. Luan futboll? Po, luan edhe. Ka ezur, ka talent? Po, është talent, po më tepër është në këto, në mësime shumë. Mësime? Po, shumë, zoti. Ka qef të bëhet mjeka, është si e ama. Mirë. Besoj kjo është foto fundit? Okej. Kemi ardhur në fund, e filluam me muzikë, me art, po nuk e lama dhe politikën, sepse është vetë angazhimi yt. Ajo do një emision tjetër. Ajo do emision tjetër, po ti bëre. Unë të falenderoj shumë dhe kam shijuar shumë. Kisha me vërtet shumë dëshirë ta bëja këtë intervistë. Edhe dashnoj si një gjë të veçantë, kështu se ti ta thash disa herë, po ta them. Ti nuk e di se sa e duam ne atë artin tënd. Faleminderit shumë. Atje ndjeva edhe ditët e këngët e shekullit, edhe më erdhën këto të grupit, më thamë, të Korçës, ne jemi rritur me këngët e tua. Ti nuk e ke ditur se sa të duan ty? Jo, e dinja, por jo ka shumë. Jo ka shumë edhe nuk e kam shijuar, për shkak se ishe në Amerikë. Kur shkon në Amerikë, pe këtu qa shumë, bësh i thjesht atje. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe jam tepër i nderuar për fjalët e bukura, fjalët e mira, programin tuaj, shpresoj mos kem gabuar diçka, kërkoj edhe falje, po shpresoj kemi kaluar mirë. Jo, kemi kaluar shumë mirë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Orlan Qafoku, mirupafshim.